çka me mbrojt, qysh me mbrojt, kur unë për vete unë nuk e di mas pari, qysh do të realizohet ajo dëshmi, qysh do t'jetë i biloku i ati rastin, ndoshta nuk do t'jetë asgjë, nëse konsideroni jo që vlerimi e hona ose dikush tjetër ju ka kërcënu, sepse që ashtu pi vjen, basta asaj që thatë, atëherë unë e kisha sugjeru juve që këto çështje me ngrit si shkërkohet sipas dispozitave ligjore. Na shara kërë prokurori qysh do me reagua dhe do ta kuptojmë edhe shumë. Se kemi obligim se tash kemi lajmëruesi i takim të jashtëzakonshëm. Vetëm ta di ose ja për sulmojmë, po dalim me reagim e sulmu për shambës blemi sufajn apo vesh prokurori që ka dëgjuar apo duhet me ditë apo për më nuk e di qysh kemi dalë në opinion me që takim të jashtëzakonshëm. Që qosja funit është normale, se në funit nuk kemi mbledhë këtu, as me sulmu vlerim një sufaj. Nuk jemi mbledhë këtu me sulmu vlerim një sufaj. Me pasdash me sulmu vlerim një sufaj, ju i dini rrugë ligjore cilat më imi shvecu si për prokurori shtetit. Nuk jam interesu me thonë, as ju arë vlerim një sufaj me ushtru në dikem të une për procesin e hundimit, për ankesën. Nuk jam interesu me thonë, as ju më ka kërstënu. Nuk jam interesu as me thonë që vlerimi sufaj po do në po ushtrues detyri krye prokurorit kundërshtim me ligjin. S'po du mi thonë për shta dhe i kemi preashtu edhe mediat edhe shoqërinë civile dhe partnerët tonë ndërkombëtar. Ajo që kundërshtonte në vazhdimsi që kjo komunikat të publikohej kështu, ishte Jehona Grantolli, duke thënë se kjo komunikat nuk e pasqyron realitetin e diskutimit në këtë mbledhje. Po jo bërës betet brana në shqipë. Nga. Ka proces verbal. Po mirë, për çështjen e vlerimit. Apo doni me rujt sistemin as po doni? Apo doni me rujt vlerimin as po doni? Jo, vlerimin po dojmë. As vlerimin, as Hasanin, as Hysenin. Mirë. Ti se mbron është e problemi yt. Ti është problemi yt. Ky është problemi yt. Se unë kam mujt me majt konferencë për shtyp që aty në zyrët e me mos me t'i pas ty as kurku i thë. Po, thjesht kam dasht me njoftu institucionin ku unë jam antar, si pas detyrës zyrtare. Ky është një njoftim. Dhe... Pse pasoja? Çfarë pasojave? Çfarë pasoja? Kush tha? Se një prokuror vjen zyre dhe të thotë kemi pa tea, edhe s'ka pasoja. Varet qysh unë e du. Po mendon që s'ka pasoja, edhe unë e beti edhe po thonë që s'ka pasoja. Shiqa. Kjo s'ka lërgjë. Edhe pse antarët e KPK-s dhe ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi do duhej të kishin në prioritetet e tyre zbatimin e ligjit, reformën në sistemin prokurorial, të njëjtit merreshin me gjëra që më shumë i ngjante një procedure ndërmjetësimi. Unë e kuptoj që nuk është e lehtë. Plotësisht e kuptoj që nuk është e lehtë, po që tash ne jemi këtu pozitat kur i marrim edhe kemi edhe përgjegjësi edhe nuk i dim as neve si do të na vi karriera dhe krejt këtu, por që sa i përket pjesës, po them edhe një herë, të aspektit pastrimit figurave, na nuk punojmë për pastrim figurave kombëtare. Unë e shoh këtu më shumë me faj kërkojmë besim për shkak se e di unë kush është ky ka gjuhën më të mirë, komunikimin e ka më të mirë se sa jeti ishi edhe shumë do çdo gjë. Edhe pse unë kisha më thonë ti prokurori vlerim, ullet i qëtu. Qka përdojnë? Qka më shoshtje? Nëse është për të shënë thirje, kisha më bërë thirje. Ati ku që kjesë është? Pse më ka orë kjo thirje? Qka? A ke poshtë djeni? Ku ka poshtë më mirë sa ju dy në zgjira? Atë mos më veqë. Po pe lypë prokurori vlerim, shamu karikën që shpëte. Po pse e o për karik unë jam gjerë me bisedu? Po kjo karik do... Këtu unë e kumë për karika së nga për mu këto. Nëse s'doni me mshelë, se mshelim, nëse doni me mshelim. Ka mundësi me diskutu edhe me prokurorin vlerim, me kryeprokurorin vlerim edhe me krejt. Nuk ka kur farë problemit heq. Nuk jemi as në gjenje luft, as në gjenje kriz, as kur që veç bisedojmë, së është problem heq. është për me të keq, shtu çfarë ka ndodhur po për atak, ishte shumë më mirë është na kur propozuam. Pse mos jemi në bashkërisht jo hasum nuk jeni. Tash me sa po shohim ishte në rrugë këshillat pajtimit këtu.
Bona përpjekjet maksimale për me rujt sistemin prokurorial. Blerimi Sufaj e ka ditë qartë sa jam prek une për shpifjet që më kanë bo. A e ka ditë se kom bisedu me të si me vlau. Si me vlau kom bisedu. Une kam dash 2-3 herë me kërku këti këshilli me mliru këtë nga kjo detyrë. Blerimi së më kalon. Edhe mishtimi së më kalon. Gjatë kësaj mbledhje, kryesuesi Hajdaraj nxjerr Kelmendin jashtë sallës dhe bën një telefonat me Blerimi Sufajn, i cili sipas asaj që thuhet, nuk pranon të bëj kompromis. Kryesuesi ja thirri zotin Blerimi Sufaj në telefon. Edhe une, qysh mjefti gjithë ju mu, hyna në zyre edhe mendova që vërtet do të ndëgjojmë ndonjë fjalë e cila sjell parafrim në mes neve. Por zoti i Sufaj nuk u pajtu, nuk deshti me gjetë kompromis, tha që ai do të komunikoj me publikun. Kur gjësë është në se i thëmë një kolegës, ose